Lutja të vdekurve dhe lutja e idhujve është njësoj. Edhe lutja është adhurim. Do të thënë, prej këtu është barazimi i këtyre të vdekurve ose barazimi i idhujve me Allahun subhanahu wa ta'ala. Se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwa al-ibada. Do thotë, lutja është adhurimi. Pra çdo lutje është adhurim dhe çdo adhurim është lutje. Dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lexuar fjalën e Allahut, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Pra Zoti juaj ka thënë, mu lutni mua, unë do t'ju përgjigjem, dhe thot, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Do të thënë, ata të cilët e refuzojnë adhurimin ndaj meje me mendjemadhësi, do të hyjnë në xhehenem të poshtruar. Do thot, ka urdhëruar për lutje dhe ka thënë, ata që nuk kanë mendjemadhësi, nuk duan të luten, do të thënë e kanë refuzuar adhurimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ata do të hyjnë në xhehenem të poshtruar, që do të thonë se lutja dhe adhurimi janë të barabarta. Çdo herë kur dikush lutet, do të thonë është adhurim. Pra është për qëllim lutja duke kërkuar diçka që e ka në fuqi Allahu subhanahu wa taala që ta kryej dhe nuk është e mundshme për krijesën.